Normal që ndryshojnë dy palët, pak pas martesës, koncentrimin e kim fëmijë, ma shumë, e vetën pak ma dytësore. Kom vazhdu avancimin profesional, kom magjistru, punoj, sa i përket anës profesional, me rëndësi është familja, mirë po njëkohësisht edhe karrierën pse me ndalë. Prej familjes, inkurajimi, mbështetja edhe në aktivitetet shtëpisë, edhe në përkraje fëmijë. Vetë natyra, neve si nana, i kemi do obligime që na i kalon, sidomos për fëmijë. Si nga nana, si nga baba, mos me qenë fokusi vetëm te nanat, se tash me qenë se punojnë edhe... Si e? Mirë, falenderit. Si Mirë? Me disponim mirë nuk është. Mirë. A mendon që njerëz ndryshojnë pas martesës, e lënë anash vetën? Po, normal që ndryshojnë dy palët, pak pas martesës, me lanë anash derisa t'i ki fëmijët, krejt koncentrimin e kim fëmijë, ma shumë, e vetën pak ma dytësore. Se si kushton rëndësi vetës, si para martesës? Për shkak të obligimeve fëmijëve, kohën që ja kum kushtu vetit, tash ja kushtoj fëmijëve, normal edhe bashkëshortit. Edhe kjo është e njëjta për dy prind, fokusi është ma shumë tek fëmija. Adrian, pse ky ndryshim vjen pas martesës? Po, kuptohet obligimet familjare, familja, fëmija. Ti si grua, çka ke ndryshim pas martesës? Nuk kom bana ndryshim, kom vazhdu avancimin profesional, kom magjistru, punoj. Sa i përket anës profesionale, jetës normale nuk ka ndryshim përveç se obligimeve me fëmijë. Po kjo dukja, pse tek shumë të gratë, domethënë pak e lënë anash vetën, nuk kujdesen bash, si para martesës. Sa i përket dukjes nuk e kom lënë anash, kom vazhdu ashtu siç e kom bajt përpara, vazhdoj edhe tutje. S'është që kushton shumë kohë, në mëngjes përgatitesh, vjen punë edhe fillon ditën normal. Karriera apo martesa? Ndryshimi që ke bërë. Me rëndësi është familja, mirë po njëkohësisht edhe karrierën pse me ndalë, vazhdon me karrierë njëkohësisht edhe me familje. Sa është rëndësishme për ty? Nuk më ka pengu personalisht, kom pas edhe përkrahjen familjare, përkrahjen e bashkëshortit, cilin e falenderoj. Pasi kom lindë fëmijët, kom vazhdu, kom magjistru, jom në çështje civile, çështje pronësore, punoj. Është gjë e mirë kjo, një grua shumë dënzënale, a? Punoj mirë me aktivitete dhe s'do të ndalem, do të vazhdoj tutje. Çka ka qenë vështirësia më e madhe që ke marrë prej familjes? Prej familjes, inkurajimi, mbështetja edhe në aktivitetet shtëpisë, edhe në përkraje fëmijë. Këtë mbështetje kom pas. Sa mbështetje son gratë prej burrave? Sa mbështetje? Tash nuk muj me fol në përgjithësi, tash ka ankesa, s'ka mbështetje. Vetë natyra, neve si nana, i kemi do obligime që na i kalon, sidomos për fëmijë. Mirë po, është mirë me pas përkrahje familjare, si nga nana, si nga baba, mos me qenë fokusi vetëm te nanat, se tash me qenë se punojnë edhe babat edhe nana, duhet ndihmojnë njëri tjetrin në aktivitete ditore. A pse bërë më madhe çdo herë në familje ka nana? E shoh, nëse nuk kisha pas përkraje, nuk kisha mujt m'ia dal me studime, me punë, me fëmijë, me 2 fëmijë i kam, klasës 6 edhe të 4-it. Mirë po, falë angazhimit edhe përkrahjes të bashkëshortit, nuk kom vrejt na ndryshim të madh tek unë. Duke në fund kësaj teme një mesazh, një këshill për gjitha gratë, për gjitha vajzat, çfarë këshillon? Gratë, vajzat të mos ndalen, të punojnë, edhe mesazhi për meshit të përkrahin femnat. Të përkrahin avancim se një femën e avancume e ngritne, një familje e shëndosh. Krasisht shumë që të akum të ure matë mirat, ty, suksese shumë,